në territorin e pushtetit legislativ vendimi i gjykatës kushtetuese për se si parlamenti ka vendosur të ndaj komisionet parlamentare. Hapu dhe, i thonë kësaj. Por shpresa është që kjo fazë të jetë kalimtare. Dhe kuturisjet e përsëritura jashtë kornizës kushtetuese dhe ligjore të përfaqësuesve të pushtetit pavarur gjyqësor të fashiten, sepse në të kundërt as do të kemi dot një gjyqësor jo vetëm të pavarur, po dhe domosdoshmërisht të paanshëm dhe profesional, po as do të kemi dot një shtet funksional, një administratë publike e cila t'jap më të mirën e vet për performancën e shtetit, pa pasur frikë të marrë vendime, deri dhe për blerjen e letrës higjienike. Ky është fakt dhe është një nga mira faktet që mund t'jap, po e zgjodha enkas sepse është më tragjikomiku i zinxhirit kilometrik të fakteve të prodhuara nga frika. Po as do të kemi dot një sipërmarrje të lirë në punën e vet dhe larg qoftë deri dhe një konsumator të shliruar nga frika se mund të bjerë në sy. E përsëris, këto janë leksione që vendet e tjera i kanë nxjerrë me vonesa të caktuara. Ne nuk kemi luksin dhe Shqipëria nuk e ka luksin të vënohet për t'i nxjerrë këto mësime. Dhe këto rreziqe janë serioze, nuk janë imagjinare. Prandaj duhen marrë në konsiderat nga të gjithë sa nuk e kanë prekur palcën e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, siç ka ndodhur gjetk, kur antikorrupsioni është bërë një kurrë më e dëmshme se sa vetë smundja e korrupsionit. Dhe ka mira, në mos miliona, po mira, studime, libra, doktoratura për këtë temë. Por ndërkohë unë personalisht qëndroj me shpresë dhe me besim. Dhe përpiqem t'i ushqej me këtë shpresë shumë partizan të zhgënjur të reformës në drejtësi, sepse për i të vërtetës gjithmonë më të shumta janë rastet e pajustifikueshme të brutalitetit, sa të pajustifikueshëm aq dhe të panevojshëm të prokurorëve, po edhe të gjyqtarëve. Këta të fundit për shembull kanë arritur maja që habisin edhe mbështetësit më të verbër anglisht folës të këtij qyteti, të reformës në drejtësi dhe të gjyqtarëve prokurorëve, të cilët kur dëgjojnë që një gjykatës i thot prokurorit, rëndoje dorën se e ke të lehtë akuzën, apo një tjetër gjykatës në apel i jep ankusit një dënim edhe më të rëndë se sa ai që kishte në shkallën e parë, këta kujtojnë anglishfolësit se këto janë bomba artizanale të propagandës qeveritare. Këto janë fakte. Fakte të tmerrshme. Por halli më i madh është se nuk ka asnjë reflektim të dukshëm në horizontin e pushtetit gjyqësor. Dhe këtë perceptim shqetësues ma përcon një fakt, për mua shumë domethënës, që kur unë ngre shqetësimet saj natyre, këshillat e prokurorisë